334 aspirant për drejtues shkollash, të cilët ju nënshtruan programit të trajnimit përgatitor nga shkolla e drejtorëve, u certifikuan. Në këtë ceremoni u bë dhe certifikimi i brezit të parë të 63 drejtuesve të arsimit parashkollor. Në fjalën e saj, Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro vlerësoi shkollën e drejtorëve si një standard kombëtar të krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Si drejtues të shkollave ose si aspirant për të qenë drejtues të shkollave, nuk jeni thjesht administrator. Sepse nëse do flisnim për administrator, mjaftojmë të respektojmë një procedurë ligjore të caktuar, siç bëhet në shumë sektorë të tjerë. Jeni shumë më tepër. Jeni udhëheqës të komuniteteve, jeni udhëheqës të foleve, të dijes ku formohen të rinj. Është në fuqi detyrimin që çdo drejtues që konkuron ose çdo kandidat që konkuron për një post drejtori shkolle duhet të ketë certifikatën e shkollës. Ministra Kumbaro solli në vëmendje dhe rezultatet pozitive të Shqipërisë në testimin TALIS kryer me mbi 4500 mësues në mbi 300 shkolla, duke theksuar se me buxhetin e vitit 2026 për arsimin do të vijojë trajnimi mësuesve, veçanërisht në lëndën TIK. Shkolla e drejtorëve është sot një standard kombëtar i krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Dhe veçantia e kësaj ceremonie është edhe që bashkon drejtuesit e shkollave me drejtuesit e arsimit parauniversitar. Është një program në fakt që vendos bazat për cilësi të re në edukimin e hershëm, shumë e rëndësishme dhe standarde. Në rezultatet e fundit të sondazhit TALIS, që është një sondazh i OECD-s, i zhvilluar në mbi 54 vende të botës, 96% e mësuesve të anketuar ishin mbi 4500 të tillë në rreth 300 shkolla të Shqipërisë, deklarojnë se trajnimet që kanë bërë dhe trajnimet nuk është vetëm shkolla drejtorëve, pjesa më e madhe e mësuesve janë trajnuar në ASKAP, në agjencinë tonë të sigurisë së cilësisë së arsimit parauniversitar, në një bashkëpunim shumë të ngushtë shkolla e drejtorëve me ASKAP-in. Trajnimet, konfirmojnë ata, i kanë ndikuar realisht në përmirësimin e mësimdhënies. 98% sipas të njëjtit sondazh të mësuesve flasin për marrëdhënie të mira profesionale me drejtuesit e tyre, pra kemi një klimë pozitive në shkolla. 95% e mësuesve shqiptar ndihen pjesë e vendimarrjes së shkollës, kundrejt 78% që ishte mesatarja e vendeve të OECD-s. Kjo sigurisht është shoqëruar dhe me një buxhet më të lartë, për vitin 2026 do të kemi buxhetin më të lartë historik për arsimin. Përfundim të këtij aktiviteti u ndan edhe çmime për pjesëmarrësit me rezultatet më të larta në procesin e certifikimit.